të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra. Po jetojmë në kohën kur lajmet e këqija bëhen lajm. Po jetojmë në kohën kur na u servohen vetëm lajmet që na sjellin pesimizëm, dëshpërim, dhimbje dhe mërzi. Po jetojmë në kohën ku e liga e keqja po promovohet dhe po ju jipet jehona saj, kurse e mira po heshtet, po minimizohet dhe po anashkalohet, nuk po vlerësohet. Po jetojmë në këtë kohë, e unë po kam dëshirë me fillu një pjesë të gjumave për të folë për këtë. Po jo vetëm fjalë sa për ta mbush minutazhin, mirë po kam dëshirë të sjelli fjalë që prekin çdo zemër, çdo mendje të çdo besimtari dhe besimtares, dhe të cilët e fusin në praktik dhe bëhen me njëherë pjesë e ndryshimit të kësaj gjendje, jo vetëm njohuri sa për të thonë dhe për të bagazhu, mirë po njohuri që ja vlen me u praktiku dhe me u transmetu. Jetojmë në këtë kohë kur për çdo ditë ndëgjojmë lajme për dhunë, për mashtrim, për urrëtie, për përçarje, për padrejtësi, për degenerim moral e të ngjajshme. Mediat, rrjetet sociale dhe bisedat e përditshme shpesh na sjellin dhe na servojnë të keqen para syve tonë. Aq shumë sa që nga njëherë po krijohet përshtypja sikur ajo është bërë pjesë e normës të jetesës për njerëzimin. Por Islami nuk e edukon ta bëjmë të keqen lajm, temë kryesore të jetës tonë. Islami na mëson që ta njohim atë për çka? Për të ruajtur nga e keqja. Por energjinë, mendjen, jetën ta investojmë në përhapjen e të mirës. Nëse errësira largohet përmes dritës, nëse errësira largohet me dritë, atëherë edhe e keqja me automatizëm ka me u largu kur të fillojmë na me fol mirë dhe me vepru mirë. Kur zemrat mbushen me iman, shtëpitë tona mbushen me dashuri, xhamitë tona mbushen me adhurim, shkollat e tona mbushen me dije, tregjet e tona bëhen të ndershëm dhe shoqëria me bamirësi, e keqja nuk ka me pas dhe nuk mundet me gjetë vend për me u stacionu në këtë shoqëri. Nuk duhet ta bëjmë të keqen qendër të ligjërimit ton. Edhe një pjesë e ligjëruesve na flasin vetëm për të keqen. Kallëzoj që ketë jemi në xhami. Nga një herë do thotë e keqja bëhet edhe pjesë e ligjërimit. Sa që mendojmë që na veç kesh më burë kokshmi. Po të mirën duhet ta bëjmë pjesë kryesore të ligjërimeve tona, që kësaj mase t'ja kthejmë shpresën dhe t'i japmi motiv për të punu dhe për të vepruar mirë. Por duhet ta përhapim të mirën, sepse sa më shumë të zgjerohet e mira, aq më shumë ka me ju ngushtu gryka të ligës dhe të keqës. Sot njerëzimit nuk i mungojnë vetëm ligjet. Sot njerëzimit i mungojnë më së shumti njerëzit e mirë për t'i apliku ligjet. Nuk i mungon teknologjia, por morali i mirë për ta orientu drejt dhe sakt teknologjien. Nuk i mungojnë vetëm ndërtesat, por zemrat e ndërtuara me besim të qeltër të pastërt, po ju mungojnë njerëzimit. Sot çdo njeri nga ne
duhet ta pyet dhe t'ja shtroj vetës këtë pyetje. E para, a jam unë pjesë e problemit, apo unë jam zgjedhës i një problemit? A jam unë dritë që ndriçon, apo vetëm ankohem për errësirë? Ter, po kape një qiri dhe zabur, ban dritë. Ter, ngreto dhe rregullohe prizën dhe dheze. Nuk është krejtëzi dynjaja. Kjo është filozofia e Islamit, të mos e ushqesh të keqen me vëmendje, por ta dobësosh atë duke e forcuar reklamën dhe prezentimin e të mirës. Kjo është filozofia e Islamit. Të dashurit e me, Allahu na urdhëron të garojmë në punë të mira dhe jo në polemika. E mira është identiteti i besimtarit. Familjet, shoqëria ndërtohet vetëm me vepra të mira, me asgjë tjetër jo. Lufta më e suksesshme kundër të keqës fillon duke shtuar të mirën. Një vepër e mirë mbyll 10 apo me qindra apo mira rrugë të këqija. Provon atë. Shiqoni çfarë thot Zoti Dhul Xhelal në Kur'anin famadh, në kapitullin Nahl, në ajetin me numër 90, thot: Inna Allaha ya'muru bil 'adl. Allahu ju urdhëron me drejtësi, po jo vetëm. Wal ihsan, edhe me bamirësi edhe me vepra të mira. Kurse në kapitullin Al-Maida, në ajetin me numër 2, thot i Madhi Zot: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bashkëpunani me të mirën, bashkëveprani me të mirën edhe me të devotshëm men. Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. E mos bashkëveprani, mos i rënditni punët dhe angazhimit me të keqen, me të dëmshmen dhe me padrejtësien. Për këtë dashurit e me, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thëjke: mos e nënvlerësoni asnjë vepër të mirë. Dikush thot, po e mirë, po e pakt. Thot, qofse edhe me taku vllaun tan të buzëqeshur, me fytyrë të buzëqeshur, mos e anashkalo. Sa i shkon njeriu në takim i nervozuar, i mrolur, buzëqeshi. Qeshi, vallahi duke dhënë sadok kur për buzëqeshje. Ma shumë nuk ka pas nevojë shoqëria. Islami e ka zgjidh këtë problem para 1447 viteve apo ma shumë. Evropa dhe krejt ato shoqëri mas shumti që sot këshillohen nga psikologët, nga pedagogët, buzëqeshni. Te na thojmë buzëqeshja jo vetëm që të shëron, mirë po edhe shpërblesh, si kur me dhonë sadok. Po ka njerë kur të vjen ai kush në takim, si kur m'ja pas vro ketë antarët e familjes. Kesh o burë, se për gëzim ke ardhen. Buzëqesh do thot pak. Për këtë, profeti Muhammed në Taif, u godit, u ra, ja thyn dhëmballën, u gjakës, i erë me lajke e kodrave prej Zotit. I than, o Muhammed, na ka dërgu i madhe Zot, më të marrë leje ty. Zotit ka poshat kanë bon këta banor, apo na jep leje që t'i bashkojmë këta dy kodra edhe t'i përmbysmi, t'i shkatrojmë të gjithë. Tha jo, vallahi, jo i madhe i Zot, poshë madhnin tonë, e kam vish një dëshirë, që kam dëshirë nga kjo maz, nga kjo lokalitet, nga këta njerëz, të dalin burra dhe gra, që të besojnë ty, të madhërojnë ty dhe të falenderojnë ty. Ky është shpirti i besimtarit. Për këtë, Hazreti Ebu Bekri kishte ndëgju shpifjen që ja kishte bën një njeri për vajzën vetë, Hazreti Aishës. Grusë profetit Muhammed. Mirë po ndihmën për krahjen financiare kur nuk janë ndalaj. Na njëherë më burë, në një natyrë njerëzore, nuk e mujt me shiqu mirë, thët,
ky ma ka i nati, mo pesodit ti as nuk i shkaj, as nuk e ngaj, as krejt do thot senet e tjera. Për këtë dashurit e mi, në Kosovë, sa herë që ndodh një fatkeqësi, shohim qindra të rinj e të reja që ngritën dhe dhurojnë gjak. Ndihmojnë familjet në nevojë, pastrojnë mjedisin, ndihmojnë jetemët, ju ndërtojnë shtëpi dhe banim nevojtarve. Pse mos mu bo lajm këto? Pse mos me ngrit kurajën e këtyre njerëzve? Këto nuk bëhen lajm sa e keqja, por janë ata që e mbojnë shoqërinë gjallë, janë këta njerëz. Edhe në botë, edhe në vendet të ndryshme, ku ka luftra e fatkeqësi natyrore, mira vullnetar, mira mjek, mira bamirës, e rrezikojnë jetën e tyre, vetëm e vetëm për ta përkrahur, ndihmu dhe shpëtu tjetrin. Mirë, po nuk bëhen lajm këto gjëra. Për këtë, krejt në fund, dietarët islam na këshillojnë. Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft, thot, Allahu nuk e largon të keqen me një të keqe tjetër, por e largon të keqen përmes një të mire. A ka ndodhur një keqe, bane një të mirë ti. A janë që të formë largohet. Mirë, po e keqja me të keqe, kur nuk largohet, vetëm shkatrashët. Hasan el Basri thënë ke njerëzit e mirë nuk lodhen duke bërë mirë. Edhe nëse të tjerët lodhen dupon keq. Ke pa dikush, i thësha njonit, shka o bomër ty, si mi të të një ma të full, jam lodh hoq. U lodh të bo keq a i njëri, ja? U lodh të marrna për goj njerëzit, u lodh të shkrue, të shohe, të ofendu, u lodh, ka hek dorë. I miri, kur nuk hek dorë nga i mira, kur nuk hek dorë. Ibn Qayyimi thot, shpërblimi një vepre të mirë, është një vepër tjetër e mirë që e pason. Zoti ta jep shpërblimin, cilën e ke bën të mirë. Minëherë ka më ta mundsu edhe një vepër të mirë tjetër do thot me bë. Dhe krejt në fund, sa më shumë ta përhapim të mirën, aq më pak mbetet lajm e keqja. Secili prej nesh dëshiron që në familjen e tij të ketë qetësi, të ketë shoqëri, siguri, lumturi, drejtësi, secili. Por duhet ta dim se këto nuk arrihen vetëm duke e kritikuar të keqen. Ato ndërtohen duke bërë secili prej nesh një të mirë në familjen tonë, në farifisin tonë, në lagjën tonë, në fshatin tonë, në qytetin tonë, në vendin tonë, edhe për këtë njerëzimin. Ky është dini islam, kështu na ka mësuar Allahu në Kur'an, kështu na ka mësuar profeti Muhammed alayhis salam, kështu na i kanë transmetuar dietarët e ndritur, hoxhallar, shqiptar dhe jo shqiptar, dhe kështu mbi të gjitha na kanë mësuar prindrit e tonë, tradita jon familjare, tradita jon kombëtare, se shqiptari, besimtari është vlera më e madhe që jeton në këtë vend dhe në këtë planet ku po jetojmë e po veprojmë. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala